Dy sprova që janë të rana, me të vërtet janë të rana. Allahu Azza wa Jall na lehtësoft kushdo që i ka prej muslimanëve dhe i kanë shumë prej muslimanëve. E para, ti si musliman prit prej gjithë kojna. Mirë po prej babës tanë nuk e prit që ka me të kundërshtu. E të kundërshton baba jëtë. Kjo histori është në Kur'an të Ibrahim a.s. të baba i dinit ton. Baba i dinit ton, Ibrahim a.s. nuk i ka besu baba i vetë. Lere ma që si ka besu, kanë req idhuj, figura, kanë req me adhuru njerëzit përveç Allahut Azza wa Jall. Derin që shka sa që i ka thonë Ibrahim a.s. ja e beti, o baba jam, o babush në të kuptimin, forme shprehnit me dashni, le të abudu shejtan, mos e adhura, mos e pasa shejtanin, se shejtani është armik i Rahman, i Allahut Azza wa Jall. Të më thonë, me gjithat, o sjell shumë mirë me ta, ama o konë kundështari tina. Të më thanë, maja mena musliman që kjo është sprov edhe është sprov e madhe me të kundështu baba i në din. Allahu Azza wa Jall ju halit soft, kushta që ka këtë sprovën ty, sprovën familjen tane. Ka ne veç për shkak të fes nuk e dënë familjen tane, baba e të kjo ndodhë shumë shpesh. Kështu që lusëm Allahu Azza wa Jall krejt bashkë me avletësu aty në njerëzve që kanë këtë sprovë. E para, e dyta sprovë është me të sprovu Allahu Azza wa Jall në vlad. Kjo e ka ndodhë Nuhit a.s. E kanë të lut djallin e vetë, ja buneja rukeb mane, o djalli jam, hyp me neve, nanije. Ka thonë djalli tina se ewi i le gjebelin, ko më në gjitë në kodër. E kodra ka më mrujt pe ujt madhë që po thu te, në të kuptimin kër vjen. Nuhit a.s. si ka besu. Thëtë Allahu Azza wa Jall, o khale bejnë hum el mawq, ju ka hi valan mes. Edhe fundos djali tina, nërsy. Për mu është shumë prejkë se kër e rezoj që ta që ju ka hi valen mes. Allahu Azza wa Jall mos nas provoft. E u kanë djali tina, pre atyne që si ka besu Nuhit a.s. Që që kjo sprov ka mundësi me të ndodhë të shumë. Që që lutë në Allahun Azza wa Jall me t'i letësu sprova të musliman. Allahu Azza wa Jall u aletësoft se cilit i cili është në këto sprova. Asli musliman, por ata ne ka kalzu Allahu Azza wa Jall këto histori që me kanë ndjeni që ka sprova kësi laj. E lusëm Allahun Azza wa Jall me falë.